profesor, panel, miq, shok, përfaqësues të institucioneve. Siç tha profesor Milazim Krasniqi më herët, qëllënjosja e islamit përmes platformave është e dukshme nëse kemi një kulturë minimale të leximeve nga e kaluara e leximeve në Shqip. Unë jam dalur pikërisht në këtë aspekt me përgatitjen albanologjike që kam vërejtur se në planin e prezantimit të një historie kulturore shqiptare kemi një tentim të qërrënjosjes së islamit, pra të mos jetë i pranishëm në historinë kulturore të shqiptarëve. Në këtë kontekst, më bie të duket se po kërkoj një rishkrim të historisë, po kërkoj një standard të ri, dy parafolësit e mi thanë që nuk është nevoja të bëhet historia, le të bëhet ky sqarim. Është shumë e nevojshme të rishikohet dhe riplotësohet historia e kulturës sonë, e letërsisë sonë, po jo historia kombëtare. Domethënë, këtë diferencë është mirë ta mbajmë mend. In medias res, drejtën në temë, ky takim, ky diskutim i sotëm nuk i do mitet, e sidomos me të narracionet. Nuk i do ato mite që për masat janë thjesht tradit, i trashëgojnë, pa i kuptuar, që i mbajnë gjallë thjesht pse janë mësuar dhe i kanë mësuar veshët të dëgjojnë ato mite. Ky diskutim i fryn pak pluhurit harresës, pa përkthjelje, pa fyerje, pa kalkulim emocional dhe është një zë që kërkon një miratim për të vërtetën. Ka mite që s'kan as aromën e së vërtetës, por vetëm shijen e propagandës, të shkruar nga duar që nuk krijojnë, por redaktojnë realitete sipas ideologjive të kohës e të ditës. Ka tregime zyrtare që ne si shqiptari pranuam si fakte, jo se ishin të sakta, por se u përsëritën për dekada, u shpallën nga pushteti dhe ngullën rënjë si plak gramafoni që prodhon vetëm një zhurmë të pakëndshme. Ky diskutim imi sot i hyn hak edhe një mitologji tjetër, asaj se si u përhap prej militantëve të partisë, të mendimit, të klanit, të fisit, të ideologjisë së kahershme, të përditshme, qoftë edhe të religionit, historia e kulturës sonë kombëtare. Jo gjithmonë kemi ndjekur njerëz të duhur, jo gjithmonë shkruar për njerëzve të këqij, po shpeshherë për njerëzve të mësuar keq ose të prirë për keq. Të ushqyer me kanone zyrtare të servirura diku në dreka kolektive të mensave kulturore të armiqve tanë, antikombëtare, anti-shqiptare. Askush nuk pyeti pse mungojnë emra, pse janë prerë kapituj historie, vetëm na thanë se ky kanon është i juaji, sikur mos pyetni më shumë se kështu u rri mirë, kështu u përshtatet. Letërsia nuk është stadium për tifoz. Letërsia ka autor të përndjekur, të heshtur, të mohuar, të zhdukur, të shfryrë nga historia sikur mos të kishin ekzistuar kurrë. Sepse te ne historia është shpesh më e fshehur se e rrëfyer. Pra, ky diskutim sot shpalos qasjen jo akademike, as pak profesionale, po edhe përqarse në planin kombëtar, kupto në aspektin e marrëdhënieve ndërfetare, siç i përgjigjet temës së sotme, në historinë e letërsisë sonë bërë gjermë sot. Që nga koha e studimeve, më saktësisht që nga koha e përfundimit nivelit parë, gjithmonë e pata krijuar një bindje se dikush duhet t'i thotë gjërat për historinë e letërsisë sonë. Se duhet hequr maska e pseudohistorisë së letërsisë sonë. Se letërsia shqipe nuk e ka historinë e plotë, nuk është ajo që po na tregohet, nuk e ka historinë që duhet ta mësojmë, por e ka historinë që na u fsheh. Dhe kur një histori fshihet, mbrohet nga një ushtri e tërë militantësh që rrojnë mbi kredon mos ma prek mitin se ma shem botën. Mirë po, bota shembet gjithsesi kur mezi mbahet prej gënjeshtrave. Sidomos në kohën tonë postmoderne, kur kriter themelor i postmodernizmit është rrëzimi i metanarracioneve. Cilën histori të letërsisë shqipe ma rekomandon ta lexoj, më pyeti një mik.
Letërsia nuk është vetëm ajo që ka hyrë në libra shkollore, antologji ose në fjalime solemne të akademikëve. Letërsia është gjithçka që është shkruar, menduar, humbur, prirë, zhdukur, shpëtuar, ruajtur, lëvizur, tinzisht, kaluar dorë më dorë, brez pas breze. Po historia e saj, historia është tjetër muhabet. Historitë nuk hyjnë vetë në libra, dikush duhet i përzgjedh. Në historinë e letërsisë shqipe, disa tekste të mira kanë rënë e si kemi parë kurrë, sikurse edhe plot autorë e periudha. Disa autorë zhdukën nga ngathtësia, mos kujdesi ose edhe qëllimisht. Disa u lanë jashtë për arsye politike. Unë e kuptova këtë kur një mik më pyeti cilën histori të letërsisë shqipe ma rekomandon ta lexoj. Në atë çast mbeta pak pa fjalë. Ndjeva një boshllëk që s'duhet ishte aty, sepse nuk e dija cilën t'ja rekomandoja. Sepse ne nuk kemi një histori zyrtare të letërsisë, as institucionale, as individuale, autoriale, që ja vlen të rekomandohet për të njohur sa më plotnisht kulturën tonë shqipe. Pra, ne nuk kemi një histori të letërsisë shqipe që mund t'i ofrosh dikujt me një ndërgjegje të qetë. Kemi libra plot, po, ka. Kemi nisma, si ajo e Atjusin Rotës e vitit 1925, e Qabejt e vitit 1936, pasaj ajo e 39 dhe 45, pasaj Namik Resulit e vitit 41, Karguar Kuqit po ashtu në 41-42, Qosjes 79, Ibrahim Rrugovës 86, Sabri Hamitit për një periudhë 20 vjeçare ka bërë disa tentime, 89, 96, 2004 apo e versioneve të ideologjisë shutëriqe 83, Qosjes në 3 vëllime, pasaj e Sabri Hamitit në kompletin në vëllimin nëmër 7, 8, 9, 10, apo edhe të huajat, e Gatano Petrotës 1896, ajo tjetra e 1931, e Stuart Mondit 1950, e Giuseppe Scherojt e 1955, e Robert Elsit 1995, pra kemi plot verzione, por jo histori. Shumë punë, por pak dritë mbi realitetin tonë. Kemi shkruar më shumë për të justifikuar të kaluarën se sa për të sqaruar të vërtetën. Kemi ngritur monumentet e pamerituara duke varrosur figura që ishin dhe mund të ishin shtylla. Ajo që quajmë histori e letërsisë sot shpesh është mozaik i prerë me gërshër ideologjik. Një përzierje nostalgjish, shablonesh, fshehjesh e zhdukjesh të qëllimshme. Kemi histori të shkruara në diktat, të tjera të deformuara nga breza profesorësh që e lexuan historinë sipas shijeve të kohës dhe histori të copëzuara nga heshtja, që është forma më e rrezikshme e dhunës intelektuale. Prandaj, në vend të historisë së letërsisë sot kemi prova të historive të poetikave letrare. Ja pse e kisha të vështirë të përgjigje mikut kur më kërkoi një rekomandim për ta lexuar një histori të letërsisë shqipe. Si e vëm re këtë mungesë? Nuk është nevoja të jesh profesor me disa shkurtesa titull paraemrit për ta kuptuar. Mjafton të vëresh vetëm disa shenja tepër të dukshme. Historitë tona janë të shkurta, të cunguara dhe me plot mungesa emrash që mungojnë e që përmenden në popull. Pra, thënë troq, populli më mirë se sa librat e historisë shpesh herë na e ka treguar historinë e kulturës sonë. Që nga Shutëriqe e Bihiku e deri tek Aligjiku e 2014-s, apo kjo e Nysret Krasniqet e 2016-s, megjithse ky i fundit ndalet vetëm në historinë e letërsisë së Kosovës, te libri Letërsia e Kosovës, mund vërejmë se historia jonë është shkruar si kompromis, si produkt i një kohe kur kritika ishte kontrolluar ose si tentim për ta plotësuar një mungesë gjithsesi me ndikimin e shkollës pararendse, por jo si tablo e plotë. Nëse shohim modele zyrtare të historive letrare të popujve të tjerë, vërejmë vëllime të tëra dhe të zyrtarizuara, e ne nuk kemi një referencë të tillë për kulturën tonë letrare. Gjuha na ka kushtëzuar. Gjuhët, dialektet, letërsitë para standarde, zunë pak vend, ose u fshehën komplet. U desh të binte ideologjia që ta kuptonim se letërsia nuk fillonte me kongresin e drejtë shkrimit 72-s, apo me kongresin e alfabetit 1908. Në fakt, për shkak të faktorit gjuhë, që në periodizimin e historisë letërsisë sonë është një element mjaft kompleks, sepse në periudha të ndryshme historia
historike, rëndësia e gjuhës për ta konsideruar një autor pjesë një kulture ka ndryshuar në varësi të kontekstit politik, kulturor e ideologjik, sot kemi letërsi periudha që janë haruar komplet dhe që, për më tepër, në funksion të temës së sotme, tani më përballë nismave përçarëse të bashkëtesës sonë ndërfetare, refuzohen kategorikisht të plotësohen, pa asnjë argument kokfort. Në mesjet gjuha nuk kishte statutin e sotëm. Pra, në mesjet gjuha nuk kishte statusin që e kishte as në romantizëm. Identitetet ende nuk ishin formuar si sot dhe kulturat klasifikoheshin sipas dominancave fetare, politike, perandorake ose sociale shoqërore. Dominimi i gjuhëve universale si latinishtja, greqishtja në Evropë, arabishtja e osmanishtja në botën muslimane, bënte që gjuha amtare mos kishe pesh në jetën institucionale apo letërare të popujve të vegjël me gjuhë vulgare siç ishte gjuha jonë në atë periudhë kohore. Prandaj të shkruash në gjuhë shqipe në atë kohë ishte e palogjikshme edhe për vetë shqiptarëve. Edhe pse herëherë ndonjë fjalë mund të gjesh në tekstet që kanë prodhuar në ato gjuhë zyrtare të asaj kohe. Kjo për faktin se edhe analfabetizmi ishte në shkallë të lartë. Kështu që shkrimi në latinisht, greqisht e osmanisht ishte shkrim në gjuhët e modës dhe në ato gjuhë mund të lexohej e të botohej. Si shembull mund ta përmendim rastin e Mesi Prishnaliut e Marim Baletit që për koincidencë ndajnë vitin e 1 të vdekjes. Derisa i pari ka lindur në Prishtinë 1470, ndërsa ka vdekur në Stamboll, i dyti ka lindur në Shkodër 1450, ndërsa ka vdekur në Padovë. Dhe që të dy këta autor kanë shkruar në gjuhë të huaja, i pari në osmanisht e arabisht, i dyti në latinisht, edhe pse veprat e tyre kanë pasur edhe tema të kulturës shqiptare. Mirë po, derisa i pari është pjesë e çdo historie të letërsisë shqipe, edhe pse nuk shkroi fare letërsi, edhe kjo është temë më vete, i dyti mungon komplet. Nuk është në asnjë histori të letërsisë shqipe. Pra, pavarësisht gjuhës që kanë përdorur, veprat e këtyre figurave janë pjesë e kulturës shqiptare. Pra, dominanca e gjuhës në mesjet nuk është faktor. Më duhet ta kaloj për shkak të kohës një pjesë, për dalë të pika e dytë, në verzionin me shkrim mund të lexoni pastaj të konsultoni shembujt e tjerë, është aspekti i faktorit historik. Faktori ky që gati i njëjtë me atë politik, megjithse këtu kemi të bëjmë me aspektin e ndryshimeve të periudhave të mëdha, për shembull periudha e Motit të Madh e njohur si periudha e Skënderbeut për krijimet popullore letrare, pastaj romantizmin në Evropë, e kontaktit romantikëve shqiptar me kulturat e huaja ka ndikuar si faktor që ndryshimet kulturore historike në letërsi shqipe të jenë të dukshme. Duke e parë se çka i mungon kulturës shqiptare, romantikët e plotësuan atë boshllëk dhe luajtën një rol shumë pozitiv në këtë kontekst. Mirë po, roli i tyre sot tenton të minimizohet me nismat përçarëse, siç u përmendën më herët, si ajo e rikthimit në katolicizëm apo ajo e lëvizjes së Deçanit. Rasti i Lazgush Poradecit në periudhat caktuara dhe i Musineko Kollarit apo i autorëve të tjerë ishte shumë i çmuar për kohën. Konceptimi i historisë son prej tyre u zhduk. Pra është shumë interesante të diskutohet ky element. Jo që janë zhduk periudha dhe autor. Ka pasur raste kur janë zhdukur edhe histori apo tentime për të shkruar histori pak më të drejtë. Lazgush Poradeci dhe Musineko Kollari, duke qenë jashtë teritorit të Ballkanit, në studimet e tyre, njëri në Itali e tjetri në Rumani, provojnë të bëjnë një histori të letërsisë shqipe, duke përdorur një standard ndoshta më evropian, jo të ndikuar nga ideologjia ballkanike e komuniste e kohës. Mirë po, historitë e tyre janë zhdukur, nuk janë botuar kurrë. Pra, edhe vetë tentimet për të bërë histori janë zhdukur. Dhe lere më periudha e autorit. Bashkëtesa ndërfetare si kanon shoqëror nuk është prezantuar edhe si kanon kulturor. Ashtu siç kanoni letrar ndërtohet përmes zgjedhjeve dhe përjashtimeve dhe harmonia ndërfetare të shqiptarëve është fryti i tolerancës islame. Marrëveshjeve të hershme kulturore, kompromisit shoqëror, respektit të heshtur ndaj njëri tjetrit dhe kushteve historike. Që nga fjalët e Palangjellit te vargjet e Naimit, por nga përkulja e besimtarëve të feve të ndryshme, para njëri tjetrit, tek odat brez pas brezi është ngritur një kujtese përbashkët, e cila i ka dhënë substancë këtij kanoni shoqëror shqiptarëve të njohur në botë si veçori shqiptareske. Megjithëse
her pas here këtë histori, si në historinë e letërsisë, gjithmonë po e sulmojnë nga një rrezik i instrumentalizimit të keq interpretimit. Pra, është shumë e rëndësishme ta kuptojmë se jemi duke kaluar sot në për një fazë të ridefinimit të identitetit kombëtar megjithëse edhe shtetëror, apo tentimit për ta futur në diskutim debatin për ridefinim të identitetit tonë kombëtar. Rreziku i harresës së rrënjeve. Ideja e harrimit të qëllimshëm të së kaluarës sonë sociale e kulturore është edhe antikombëtare. Fryma romantike ishte e përbashkimit pa dallime fetare dhe jo e përçarjes mbi baza fetare. E sot pikërisht ajo frymë po rrezikon të zhduket në traditën tonë të bashkëtesës. Nëse kujtesa jonë kulturore nuk ruhet e transmetohet me vedije në shkolla, në rrëfimin publik dhe në jetën e përditshme, ajo bëhet e breshtë dhe le hapësirë për nisma që minojnë tolerancën ndërfetare dhe nxisin përçarje. Aty ku ka harresë, lind përçarja. Aty ku rrëfimi është i cunguar, lind frika, aty ku ka heshtje, lind keqkuptimi. Prandaj kërkohet një narrativ e re, një frymë e rilindësve e ndershme, gjithë përfshirëse dhe sakt. Siç kam vërejtur nga diskutimet e këtyre viteve të fundit, vetëm se jemi futur në vorbullën e nevojës për të diskutuar. Dhe me që vetëm e kemi hapur diskutimin, kemi lejuar të hapet këtë diskutim, mendoj që duhet pozicionet e diskutimit i vëmë ne si shoqëri muslimane, si që kanë vënë vetë romantikët, si që përmendja dhe profesor Milazimi me Hoxh Hasinin edhe me të tjerë romantik që ishin më vizionar se sa ne sot për ta mbyllur një diskutim në mënyrë shumë të ndershme. Rrëfimi si shpëtim, vepra si dëshmi. Rrëfimi është ai momenti kur ose pranon të vërtetën, ose e zbukuron, ose e ndrydh. Ne i kemi bërë të trija. Kemi heshtur në disa epoka, kemi fshehur në disa të tjera, kemi shpërndar lavdi të tepruar kur s'është dashur. Recep Qoset e vepra e romantizmit, vëllimit 2 dhe 3, kur flet për autorët, i dallon në trajtim e në përmas. Derisa për Naim Frashërin flet në 225 faqe, për të tjerët mjaftohet me 20-30 faqe. Kemi poet që nuk u botuan kurrë, sepse kishin tepër qiell brenda. Kemi prozator që u përmenden si kartolina të bukura për regjimet. Kemi kritik që shkruan ose për ta vlerësuar letërsinë, jo për ta vlerësuar, por për t'i thënë pushtetit, ja, e bëm detyrën dhe me gjas ende po vazhdojnë me logjikën e njëjtë. Mirë po, koha ka një cilësi hynore, nuk rikot, ajo i zbulon gjërat, ajo e shkrim borën dhe i zbulon shtigjet e fshehura. Ajo i sjell dorëshkrimet që kanë fjetur dhe na detyron të rishohim ata që i kemi harruar me qëllim. Dhe atëherë nis rrëfimi i vërtet, jo me autorët që u reklamuan, por me ata që u harruan, jo me ata që i duheshin pushtetit, por me ata që i duheshin shpirtit, jo me ata që u botuan me lehtësi, por me ata që u cenzuruan e u prinë. Le të flasim veprat, ndoshta është koha të bëjmë atë që se kemi bërë për dekada e shekuj, mos t'i lëm ideologjit, partit, klanet, akademitë e sistemeve dhe nostalgjikët e ideologjive të vendosin për ne. Letërsia flet vetë, e vërteta flet vetë, ajo nuk ka nevojë për dekor. Ajo ka nevojë vetëm për sy që duan ta shohin. Jo për sy nënçmuese, për çmues, po për sy përbashkuese fisnik. Ju falim